Fenomeni Shkodran. Luizi Elli ka reaguar për herë të parë pas publikimit të baladës së tij më të re 2 fjalë dhe me një video të postuar në makinë ai ka dhënë një mesazh që është bërë menjëherë viral në rrjetet sociale. Luizi ka falendëruar të gjithë fansat dhe mbështetësit e tij që e kanë përqafuar këngën me gjithë emocionin dhe ndjeshmërinë që ajo përcjell. Ai shprehet se është shumë i lumtur dhe i prekur nga mira komentet pozitive, pëlqimet dhe mbështetja që ka marrë kënga vetëm pak orë pas publikimit. Por nuk ka munguar edhe një detaj që duket se e ka habitur vetë Shkodranin e zemrës. Ai ka thënë se ka lexuar disa komente të çuditshme ku thuhet se zëri që dëgjohet në këngë nuk është zëri i tij. Luizi, i njohur për mënyrën e tij të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë për të komunikuar me publikun, nuk ka pritur gjatë dhe menjëherë në të njëjtën video ka nisur të këndojë vetë live një pjesë nga balada 2 fjalë, duke treguar qartë se zëri është i tij dhe ndjesia vjen direkt nga shpirti i tij. Me një interpretim të çiltër dhe të fuqishëm, ai jo vetëm që sqaroi çdo dyshim, por njëkohësisht emocionoi edhe më shumë publikun, duke bërë që ky reagim të marrë menjëherë qindra mijëra pëlqime dhe komente në rrjet. Luizi ka treguar sërish se përveç se është një artist i jashtëzakonshëm, është edhe një njeri që di të jetë pranë publikut të tij, të ndajë emocionet, të falenderojë dhe të përballet me gjithçka me transparencë dhe dashuri. Kjo video është konsideruar nga fansat si një nga momentet më të bukura pas publikimit të këngës dhe ka shërbyer për të forcuar edhe më shumë lidhjen që ai ka me ndjekësit e tij. Të gjithë kanë reaguar me komente si ky është zëri më i bukur në Shqipëri, ky është zëri që na rrëqet dhe na emocionon. Luizi nuk ka nevojë të justifikohet sepse ai është vetë zëri që mbush shpirtin e shqiptarëve. Me këtë reagim të sinqertë dhe të drejtë për drejtë, Luizi ka konfirmuar edhe një herë se është më shumë se një këngëtar, është një zë i ndjesisë dhe një zemër që flet me muzikë.